Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, është përballur së fundmi me një situatë të papritur shëndetësore që ka sjellë shqetësim në opinionin publik. Burime të afërta me kabinetin qeveritar bëjnë me dije se zoti Rama është shtruar në një nga spitalet e Tiranës gjatë ditës së djeshme, pas disa episodeve të përsëritura me luatje të tensionit të gjakut. Gjendja e tij shëndetësore ka bërë që mjekët të ndërhyjnë menjëherë për të kryer analizat dhe ekzaminimet e nevojshme me qëllim vlerësimin e shkakut të kësaj situate. Sipas mjekëve përgjegjës që kanë ndjekur nga afër rastin, rritja e tensionit të gjakut nuk është rezultat i ndonjë sëmundje kronike, por vjen si pasojë e lodhjes së akumuluar nga angazhimet intensive që ka pasur kryeministri në muajt e fundit. Orari kufizuar i gjumit, aktivitetet e shumta institucionale dhe ekspozimi i vazhdueshëm në median sociale kanë ndikuar ndjeshëm në mirëqenien e tij fizike. Kjo përpjekje për të qenë gjithmonë në qendër të zhvillimeve politike dhe shoqërore duket se ka krijuar një barë të rëndë për organizmin. Në deklaratën e bërë nga personel mjekësor, u theksua se analizat kanë rezultuar të kënaqshme dhe nuk është konstatuar ndonjë problem serioz që të rrezikojë shëndetin afatgjat të kryeministrit. Mjekët u shprehen gjithashtu se ky episod duhet të shërbejë si një sinjal paralajmërues për nevojën e një kujdesi më të madh ndaj pushimit dhe ritmit të jetës, sidomos për persona që mbajnë poste me përgjegjësi të lartë, siç është rasti i zotit Rama. Nga ana tjetër, familjarët e kryeministrit kanë qenë pranë tij gjatë gjithë kohës së qëndrimit në spital. Burime jo zyrtare thonë se pavarësisht lodhjes, zoti Rama ka mbetur i qetë dhe i vendosur për të vijuar me përkushtim detyrat e tij sapo të marrë lejen mjekësore për të dalë. Gjendja e tij tashmë është stabilizuar dhe pritet që ai të lirohet nga spitali brenda pak orësh për të vazhduar rikuperimin në shtëpi nën mbikëqyrje profesionale. Stafi i uron shërim të shpejtë kryeministrit Edi Rama dhe i dëshiron rikthim të shëndetshëm në jetën publike dhe institucionale. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.